Regjaj, prandaj pa humbur kohë, e ftoj në skenën tonë për t'ja dhuruar një zemër Albatros Regjajt. Që ka shlet e lënë Albatros me t'ik zemra për dorës, a? Po tashi, unë nuk jam, që thonë, është let me folë për një sen, është shumë problem me jetu. Dhe më thonë, është kur e kryin fakultetin e mjekësisë, edhe kur janë nisë punën se kupton që është një distancë madhe mes teorisë dhe praktikës. Unë nuk jam njeri i përsosur, edhe unë kam dështimet e mia, kam zhgënjimet e mia, kam ato momentet kur Në ndërkohë ju nëse nuk po e shohim fytyrën e Albatrosit, na kam boshur në zemra gjithandej. Vazhdoje ti, vazhdoje. Okej. Po? Shumë bukur. Që kam aso momente kur e gjithë teoria nuk kryen puna, se njeriu është edhe qenie instiktit. Por unë kam edhe një parim në jetë që gjithmonë për çdo situatë duhet me nxjerr më të mirën, duhet m'ia dhënë një farë lloj besën vetvetes që herën tjetër do jesh më i mirë, ti pranosh dështimet e tua edhe të shkosh përpara. Por hapi i parë, dhe kjo është më e rëndësishme, është njeriu duhet të jetë i sinqert me vetveten e vet. Se ne shumtën e kohës kur bëjmë fjalë për ndjenjat, nuk jemi sinqert me veten. Ne duhet të jemi sinqert me veten, pastaj me partnerin, me rrethin. Unë jam i thtarë i asaj që njeriu duhet vendosë ca barjera, sepse njerëz të huaj, por edhe ata të rrethit të ngushtë, ndonjëherë din të jenë toksik, ndërhyjnë, shtojnë diçka, hekin diçka. Raporti duhet të jetë intim, duhet të jetë diskret, çifti duhet të ketë sekrete. Janë këto sekretet e çiftit që e bëjnë interesant. Kjo mendimi jam. Patjetër që po. Po nisëm të diskutim pa të ofruar mirëseardhje, kështu që ne kam ndjenjë dhe kënaqësinë të kem përballë Albatros Regjaj për diskutuar për këtë 14 shkurt, po para se të nisim këtë temë dua të pyes se si je. Shumë mirë. Shumë mirë. Me disponim? Pa i mirë, s'kam. Me shëndet? Shumë bukur. Si shkoj situata me Berat Bukur? Jam habit. A kemi ardhë në vetë? Zotë, me pa ditë që bam ka që kështu i po, kisha po në i shërë më herën, sot. Kjo është metoda për më u përfolje. Jo, po absolut kam dëgju, po është situatë fatkeqe për këtë qardhje. Tash unë e Beratin e një. E një, do bëhon si figur e ekranit, e gazetarisë. Nuk kom pas në i rast me nejt me tonë të realitetin, por Prishtinave një vogël, a i nuk ka njeri i sherreve, do më thonë, i problemeve. Edhe unë nuk e kuptova gjithë shka jo që ka ndodhi, ishte pak e pahishme. Unë në emision, kër kam qenë, sa t'ju boni fa kakafoni edhe nuk e dëgjonim njoni tjetërin, por kër e pash videon e pash që më kishte shoh bukuran, aty pak merë, do më thonë, merë zërë, si gjësh, që kam pas bërë gjatë skujet më apet, por ajo për mu është historie të i kalume. Mendon që ishte në reagimet e nëzituara, ndoshta në tensione si për? Që tash, aty pa tjetër që janë reagime emocionale në tension, por ne aty nuk ishim duke nda tokën e babës. Ishim duke folë për çështje konceptuale, aje mbronte një pozicion të vetin, unë mbroja një pozicion tjetër, dhe jemi intelektual, kemi dalë aty, na shet gjithë Shqipëria, gjithë Kosova, se misioni opinion shikot, njeri duhet ketë, do më thonë, pak kontrol, por kjo gjë i ndodhë çdo kujt. Mua si situatë nuk është që m'la shumë për shtypje, edhe kur ndodhje, kushdo e ka pa që unë asë nga koltuku s'kum lëviz, asë s'm ka pas si qovi, thjesht e më largu shtu pa kokën, se erdi me ujë edhe. Po ishte një situata që më do me ndodhë, letë ndodhë, se fundit aty o i ke dy zgjidhje, ose reagon, bësh palë, ose thjesht qëndron, dhe më thonë, që e di në fund.
Për mu nuk ishte... Fundimisht, po ati goditi ose jo? Ja, s'ka pas kontakt fare, vetëmi kontakt që ka qenë është uji që ka hedhë, ka shku anash, a i ka arë këtu me dorën, ka qëndru një 2 sekonda, kam përshtypjen që qatë moment edhe është këfjela, ka kuptu që është duke e ba, dhe u këthy në kollu, s'ka pas kontakt. Po unë kam qenë i gatshëm që edhe, kur e kam pas, mëse unë jam njeri që përpiqem të ruaj vetdije në situata ndryshme. Isha i gatshëm që edhe të ndodhte diçka, dhe unë nuk e kam pas plan të reagoj. Edhe sikur të të kishte hedhat shishën kokën time, diçka unë s'kisha reaguar fare. Nga regjia në fakt ma bën me dije që kemi edhe telefonatën e parë. Me njëherë? Po, ku kanë kënë të prit me një kumë. Alo, mirë mëngjese. Ishtë lutëm të qëndrojmë të tema. Kujt i themi mirë mëngjese, pa tjetër që po. Qas nga Norvegjia, një ndëgjuese juja. Po, ju jeni? A dëshironi të qëndroni anonim?